Njerëzit e mëdhenj në lëvizjen historinë. Me veprimet dhe aksionet e atyre, ata i zgjojnë popujt dhe kombët nga gjendja e padurueshme e robërisë drejt shtigjeve të lirisë. I tillë, për botën shqiptare që Adem Jashari dhe akti i tij flijues heroik, si personal ashtu edhe familjar. I lindur me 28 nëntor të vitit 1955, ai që në moshë të re u brymos me ide kombëtare. Merr pjesë aktivisht në demonstratat e vitit 1989, kurse sakrificat dhe rezistenca atëherë në bimes kundër forcave policore jugosllave i la gjuhën të pashlyeshme në shpirtin e tij heroik. Pas viteve të 90-ta, kur shqiptarët e Kosovës u privuan nga çdo gjë drejt kombëtare, njerëzore dhe politike, Adem Jashari me shok u angazhuan në krijimin e celulave të para të armatosura, të cilat do ta formojnë edhe bërthamën e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Organizim ky, që u themelua me 17 nëntor të vitit 1994, si kundërpërgjigje ndaj regjimit shtypës të Miloševićit. Për shkak të rolit të tij në organizimin dhe ekzekutimin e sulmeve luftarake kundër forcave policore serbe, gjykata e çarkut në Prishtinë në vitin 1997, në mungesë shqiptoi dënim për 20 vjet atij dhe Ilas Kodrës, Sait Jasharit, Fadil Kodrës, Jakub Nurës, Zenon Kodrës, Recep Selimit dhe me 10 vjet Hashim Thaçin. Ndërkohë, forcat speciale serbe do të ndërmarrin disa herë fushata represive kundër kullës së Jasharëve me qëllim që të shtypin idenë e lirisë, që e mëshironte kjo familje. Sulmi i parë kryen në dhjetor të vitit 1997, kurse sulmi i dytë në 22 janar të vitit 1998. Por të gjitha këto përpjekje dështuan, sepse Adem Jashari me familje ishin të vendosur të luftonin deri në vdekje për hir të lirisë. Ashtu edhe siç ndodhi më datën 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, ku në këtë betejë epike ra i madh e i vogël me qëllim që të ngritet një komb i tërë. Me veprimet dhe aksionet e tyre Adem Jashari me familje kuptuan një gjë fisnike, se liria dhe lufta ishin në atë kohë identike. Të shpresojnë se e para mund të vinte pa të dytën, nuk ishte asgjë tjetër, po tjetoj në iluzionin që e pamundësonte lirinë e gjallë dhe reale. Prandaj, Adem Jashari nuk e zgjodhi pritjen, as rrethanat fatlume, por sakrificën e vetëdijshme, sepse fitimi i lirisë mund të bëhej vetëm nga gatishmëria për ta rrezikuar jetën dhe aftësia për ta sfiduar vdekjen. Këtë gjakim për liri, asgjë nuk e pasqyron më mirë se sa dëshmori përjatshëm i kombit, Bahri Vazliu, nëpërmjet poezisë së tij të pavdekshme. Nuk mund të ndahem nga lufta të shkruar në vitin 1996. Këto vargje paraqesin një tëjqyr unike ndërmjet kumbtit gjymtar dhe testamentit për liri. S'mund të ndahem nga lufta kur, s'mund të pajtohem me paqe në robëri, pash me pash do t'i bi ferrit për të shtrenjtën tonë liri. Edhe vdekjen do ta puthonën, heku lufta këtë do ta kërkoj, dhe nga varri do të ngritem e luftën kur s'do ta pushoj. Pash me pash ferrit do t'i bi vetë liria të agoj, të tillë që Jasharit. Ata ishin mëshirimi heroik i pamundësisë për të ndarë nga lufta, e ku më shumë se asnjëherë tjetër ishin motërzuar vdekja dhe liria. Vetëm duke rrezikuar jetën, kishte shkruar dikur Hegeli, ruhet liria. Por hapi nisor drejt jetësimit të këtij ideali mbetet shërimi nga frika për vdekjes kësaj zonje absolute. Dhe këtë e bën familja Jashari, me luftën dhe sakrificën e tyre, ata i hapën rrugë zhvillimit të jetës për një komb të tërë, asoj jete që mund të realizojë dhe shpërthej e plot vetëm në liri. Prandaj mosdërzimi dhe lufta e tyre shënon njërin nga aktet më të larta të humanizmit
të njohur nga historia evropiane. Është ky humanizëm për të cilën dikush shkruante u këshill voti, se edhe në çmimin e jetës nuk do ta lejojmë rënimin e jetës. Kështu ky flejem i dha një ngjyrë tjetër politikës shqiptare. I tërë populli shqiptar pas këtyre ngjarjeve refuzoi të bëjë çfarë do pakti me regjimin e Miloševićit dhe pranoi të jetë pjesë e një kalvari kolektiv deri në çlirim përfundimtar. Ndërkaq, Arben Xhaferi në shkrimin Etika e qenies pohon se flakat në kullat e jashareve, vdekja e një familje të tërë, në esencë dogji shtyllat e një vendi të egër dhe jo demokratik slav. Në këto hapësira dhe hapi shtegun për një proces që do të sjellë vlerat të një menda njerëzore, politike dhe morale në këto hapësira. Kurse administratori i parë ndërkombëtar i Kosovës, Bernard Kushner, në kullan e jashareve, pati deklaruar se po të kishte çmim Nobel për sakrificë dhe për liri, ai do t'i takonte Adem Jasharit dhe familjes së tij.